Faleminderit zoti kryeministër dhe tani kalojmë në pjesën e pyetjeve. Kemi Rai 3. Mirëdita të gjithëve zoti kryeministër. Ju përmendët protokollin Itali-Shqipëri që ka mbushur plot 2 vjet, siç e dim. Ky është një projekt i cili qëndron aty pa lëvizur dhe kjo si pasazh shprehur magjistratura italiane, por edhe gjykata e drejtësisë europiane. Ju thatë qendra do të funksionojnë. Pyetja ime, kur do të funksionojnë dhe nëse për këtë do të prisni hyrje në fuqi të paktit të ri për migracionit, sepse edhe pak muaj kanë mbetur, kostot rriten, opozita flet dhe këto fonde thuhet që mund të përdoreshin për gjëra të tjera, duke pasur parasysh dhe manovrën e ngushtë. Zoti kryeministër Rama, a jeni penduar për këtë protokoll? Nëse po, nëse jo, dhe a do ta përsërisni të formulë me vende të tjera? Atëherë, shikoni, në radhë të parë dua t'ju them që e di mirë që opozita mendon që kjo nismë nuk ka qenë dhe nuk është një nismë efikase, sepse e dim qëndrimin e pozitës për sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, por ajo që ju them është që pavarësisht se në Itali kjo gjë bën të diskutohet shumë, në Evropë ekziston një grup i cili ka tashmë shumicën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që mblidhet për të folur për migracionin përpara çdo takimi të Këshillit Evropian dhe që nis pikërisht nga vullneti për të gjetur zgjidhje novatore për trajtimin e fluksit të migracionit. Është një grup i cili u krijua për të përgjigjur dhe përsëritur modele si ato të protokollit Itali-Shqipëri. Dhe ju shtoj, kryeministri Rama është dëshmitari i kësaj gjëje për mua. Është dëshmitari i faktit që ka disa vende europiane të cilat prej kohësh përpiqen të bëjnë vend në të njëjtën nisëm, në të njëjtin protokoll. Pse? Sepse të gjithë e kuptojnë që një nismë e këtij lloji është revolucionare sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, potencialisht kjo, për një sër çështjesh që ju dhe ne kemi diskutuar më shumë se një herë së bashku. Përveç kësaj, ne i dim arsyet se pse nuk ka funksionuar protokolli siç duhet të kishte funksionuar deri më tani. Sigurisht, protokolli do të funksionojë kur të futet në loj pakti marrëveshje e re për azilin, sigurisht do të studiohen zgjidhje më të mira për të përdorur sa më mirë dhe afatet e mbetura, por edhe këtu më duhet të kërkoj një reflektim, sepse nëse janë bllokuar disa transferime emigrantësh që duke konsideruar që vende si Bangladeshi dhe Tunizia nuk ishin vende të sigurta, në kohën kur propozimi i Komisionit Evropian për një listë të vendeve të sigurta ka brenda këto 2 vende, atëre arsyeja ku qëndron? Pra, është e drejtë të konsiderosh, të gjykosh që, le të themi, si mund ta them ndryshe, është e drejtë që ti mund të dyshosh që këto vendime në fakt kishin pas tyre arsye të një natyre të ndryshme, sepse ajo çka do të ndodh, pavarësisht se si do të vendosim të përdorim këto muaj që na ndajnë nga hyrja në fuqi e protokollit dhe deri në afatin e tij, sepse po punohet këtu edhe për paraprirjen e disa protokolleve, por kur ky pakt do të hyjë në fuqi, qendrat do të funksionojnë njësoj siç do duhet të kishin funksionuar që në krye. Pra, çfarë do të thotë? Do të kemi humbur? Do të kemi humbur një vit e gjysëm? Po, okej, 2 vjet, shumë mirë. Okej, shumë mirë. Do të thotë që kemi humbur 2 vjet për të mbërritur po aty tek ajo pikë që mendonim në fillim. Përgjegjësia në këtë pikë nuk është e imja. Kanë kaluar 2 vjet, ne do të mbërrim 2 vjet më pas për të bërë atë që saktësisht duhet kishim bërë 2 vite më parë. Mendoj që gjithkush do të marrë përgjegjësitë e veta. Atëherë, ju më pyesni nëse jam penduar, po nëse nuk jeni penduar që bëni ju për 2 vjetësh të njëjtën pyetje, si mund të pendohem unë që kam bërë dhe 100 gjëra të tjera së bashku me kryeministren tuaj. Dhe nuk di të them se çfarë do të kuptojnë ata që do të ndjekin
kronikën e përgatitur nga ju, sepse këtu u fol për shumë projekte të përbashkëta, të cilat nuk janë projekte që janë thjesht projekte që i rrinë mirë Shqipërisë, por janë projekte që i rrinë mirë edhe italianëve. Do me thënë, u rri shumë mirë italianëve që projekti i interkoneksionit në New York po vazhdon mëtej dhe kjo do të thotë që në një kohë të arsyeshme mund të shohin italianët rezultatet e tyre në faturat e tyre të energjisë elektrike. Ose u rri shumë mirë italianëve fakti që ne po punojmë që kompanitë italiane të bëjnë më shumë, të investojnë më shumë dhe të kenë më shumë sa i takon shpërndarjes së punonjësve të tyre. I rri shumë mirë Italisë nëse bashkëpunon me ne në fushën e mbrojtjes, sepse në radhë të parë nuk mund të mos thoni se duhet të blejmë ne armatime nga Amerikanët, por duhet të themi edhe se si Italia vepron në këtë fushë me produktet e veta të ekselencës, duke ndihmuar Shqipërinë dhe vendet të tjera dhe duke bërë një herësh ekonomi për veten. Pra janë shumë gjërat që janë bërë dhe bëhen ndërkohë që ju bëni të njëjtën pyetje. Më kuptoni besoj. Jo të njëjtat pyetje, të njëjtën pyetje se nuk janë as pyetje në shumë, është një pyetje vetme kjo. Dhe pastaj, ju më thoni nëse unë do të kisha bërë të njëjtën gjë duke u kthyer pas. Unë këtë e kam thënë që në krye. Me Italinë, unë do të bëja 100 herë, edhe pse 100 herë ju do vazhdoni të ishit kundër. Me vendet të tjera, kur. Dhe këtë ju a kam thënë dhe vendeve të tjera, dhe kur ata më pyesin pse, unë ju them, sepse ju nuk jeni Italia, dhe ky është një problem. Këto vende nuk janë Italia, respektohen, admirohen, për gjithë sa ata janë, por nëse këto vende nuk janë Italia, nuk mund t'i kërkojnë Shqipërisë çfarë ju kalon në mendje. Italia mund t'i kërkojë Shqipërisë çfarë i vjen në mendje, dhe ne jemi gjithmonë gati për t'u përgjigjur po, sepse ndihemi pjesë përbërëse e